Parandaloni shfaqjen e fluskave të këmbëve vetëm me një përbërës. Këmbët, si ndër pjesët më thelbësore të trupit tuaj, duan një kujdes të veçantë. Kjo për shkak se dëmtimi i tyre mund të bëhet pengesë për shumë procese jetësore. Këpucët e ngushta janë ndër gjërat që dëmtojnë më shumë këmbët, vështirësitë, edhe krijojnë edhe komplikacione siç janë në fluskat. Të sapo blera, këpucët mund të kenë tendencën të ngushtojnë këmbët dhe të mos lejojnë ato të marrin ajër. Fërkimi me to nxit shfaqjen e fluskave. Ato përveç se të pakëndshme janë edhe shumë të dhimbshme. Gjithashtu lagështia në këpucë bën këmbët tuaja akoma më keq dhe kështu fluskat bëhen më të zakonshme. Por ka një përbërës i cili mund të përdoret çdo ditë. Bëhet fjala për deodorantin pa alumin, një nga produktet e higjienës më të domosdoshme për shumicën e njerëzve. Ato mund të përdoren shumë mirë për të parandaluar krijimin e fluskave. Mjafton të aplikoni pak deodorant për këmbët përpara se të vishni këpucët dhe kështu nuk do të shqetësoheni më nga krijimi i fluskave në këmbë.